parashtroni kërkesën. Për herë të parë si ministre e brendshme, Albano Koçiu foli për kriminalitetin në Komisionin e Çështjeve të Brendshme dhe të Mbrojtjes. Sipas saj, krimet kanë pësuar ulje ndërkohë që është rritur zbulueshmëria, ndërsa vrasjet me dashje janë reduktuar ndjeshëm, krahasuar me vitin e kaluar. Në 9 muajt e parë të këtij viti, pra thjesht vetëm po t'i referohemi statistikave, u regjistruan 29 vrasje me dashje. Për krahasim, në vitin e lëm pas patëm 41 vrasje për të njëjtën periudhë. Dhe kjo nuk është një dhuratë që vjen nga lart, por rezultati i qartë i luftës frontale dhe pa kompromis kundër krimit të organizuar. Sa i përket rendit dhe sigurisë publike, gjatë muajit janar-shtator 2025, pra 9 mujorit të parë të këtij viti, norma e zbulimit të veprave penale është mbi 95% dhe kjo nuk është një shifër e vogël. Por ndërkohë, opozita akuzoi se policia e shtetit kontrollohet nga krimi. Shqipëria është i vetmi vend që konsiderohet narkoshtet në Europë. Por ju them, drejtori jemi vetmi vend që drejtorin dhe nëndrejtorin e policisë shtetit nuk i ka caktuar ligji, as vullneti politik. Jemi vetmi vend ku 2 drejtuesit kryesor të policisë shtetit i caktojnë kartelet. Përkatësisht, Ilir Proda, drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, është emërtesë e Suel Qelës. Neritan Nallbati, nëndrejtori për krimin e organizuar, është emërtesë e kartelit Truplini. Opozita shtoi gjithashtu se është vetë policia që dekonspiron operacionet e SPAK, akuzë që u hodh poshtë nga ministria Koçiu. Sipas saj, 2 institucionet bashkëpunojnë, ku për këtë vit kanë sekuestruar mbi 65 milion euro pasuri nga bota e krimit. Janë 65,5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Nuk është e largët koha kur vlera e këtyre pasurive nuk i kalonte vlerën e pak milionëve. E pyetur sërish nga deputetët, Koçiu sqaroi edhe një herë vendimin për bllokimin e monopatinave, ku tha se përdorimi i tyre ka rritur numrin e aksidenteve. Sipas saj pritet që për këto mjete të vendosen rregulla të reja.